Përshëndetje të nderuar miq, të nderuar qendrestar, nuk mund ta fillojmë sot fjalën pa përshëndetur protestën e jashtëzakonshme të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut për mbrojtjen e gjuhës shqipe, një protestë e jashtëzakonshme që ka mbështetjen e mbar kombit shqiptar. Shumë njerëz diskutojnë në rrjetet sociale për këtë foltore. Shumë nga ata që e din fare mirë që kjo është një pikë referimi për të dëgjuar diskutimet vërteta për probleme dhe shqetësime që ka vendi jonë dhe që kanë qytetarët, sepse në Parlamentin e Shqipërisë dëgjohen vetëm hallet që ka Edi Rama dhe Lubi Balluku, që e kanë kthyer atë parlament në një institucion për të mbrojtur nga krimet që kryhen ndaj qytetarëve shqiptar, për vjedhjet që kryhen ndaj qytetarëve shqiptar, e kur vjen puna tek problemet dhe shqetësimet e qytetarëve, aty nuk piptin zëri, po ngrihet kartoni për të mbrojtur vjedhjet e një qeverie tani më të degraduar, qoftë në planin kombëtar, por dhe në planin ndërkombëtar. Të nderuar miq, fjalët nuk mjaftojnë për të zgjidhur problemin që ka vendi jon. Fjalët janë të mjaftueshme që mbar bota të kuptojë që në Shqipëri populli shqiptar fatkeqësisht nuk ka përballë një qeveri, po një organizatë të mirëfillt kriminale e cila ka për mision të mbrojë sistemin që ka ngritur për vjedhjen e parave të qytetarëve shqiptar. Ndaj fjalët duhen zëvendësuar me vepra, me akte. Kjo protestë këtu është një akt, kjo foltore këtu është një akt. Denoncimet e opozitës janë një akt, protestat kombëtare janë një akt, dhe ata të cilët pyesin se ku të çojnë këto protesta, a do të mbyllet me këtë protestë apo me protestën tjetër, ne duhet kemi vetëm një përgjigje. Me çfarë do lloj forme dhe mënyre të duhet, opozita është gati të qëndrojë, është gati të vazhdojë deri në kryerjen e atij misioni. Në seancën e fundit parlamentare, qeveria kishte sjellur disa projekt ligje, se ka arsye pse kjo qeveri provokon opozitën dhe provokon shëmbjen dhe shkëmbjen e seancave parlamentare, për të kaluar ligjet e tyre korruptive që vjedhin qytetarët shqiptar në heshtje, që ato mos të diskutohen, provokojnë nëpërmjet zarit të Taulant Ballës dhe të Edi Ramës, nëpërmjet Niko Peleshit, që të mbylli seancën sa herë që ka diskutime për ligje në interes qytetarëve. Dhe kur nuk diskutohen ato, kalojnë edhe ligjet me të cilat ata vjedhin qytetarët shqiptar, projektet korruptive me të cilat ata vjedhin qytetarët shqiptar. Ne kishim edhe për këta efektiv që janë sot këtu, ne kishim një projekt ligj të propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike që paratë e krimit organizuar, paratë e konfiskuara të krimit organizuar të përdoreshin për familjet e efektive të rënë në detyrë, për familjet e atyre qytetarëve të mbetur viktim nga përplasjet e krimit organizuar në Shqipëri, dhe sidomos për çiftet e reja të cilat sot nuk blejnë dot apartamente, sepse metri katror është rritur fiktivisht në maja që as në Europë nuk i gjen ato shifra që i gjen Tiranë, sepse pastrohen paratë e drogës. Dhe ky pushtet që ka votuar për të bërë investitor strategjik një vrasës si Plum Gjoka, tha jo, nuk do t'i japim paratë e krimit, t'i përdorim ato për ndihmuar trit, po do t'i mbajmë aty që t'ja u kthejmë prap
të njëjtave kartele që ja kemi konfiskuar, siç bën me rastin e Olti Bistrit. Por këto në shumicë të gjithë ju i dini. Mjafton të shikosh që kjo është e vetmja qeveri në Europë që s'merr asnjë mas për çmimin e naftës. Kjo është e vetmja qeveri gjithë botën që nuk dëgjon asnjë ankesë qytetarëve shqiptar, edhe kur i vjen poshtë tek dritarja, edhe kur i shkon në shtëpi, edhe kur i vjen në parlament. Kjo është një qeveri që nuk ka kohë të merret me hallet e shqiptarëve, sepse është e zënë të merret me hallet e veta. Dhe ka vetëm një formë, ka vetëm një mënyrë për të kthyer vëmendjen tek qytetarët, e vetmja formë është largimi i kësaj qeverie. Ndaj le të vazhdojmë këtë protestë, le të vazhdojmë këtë qendresë në çdo moment të ditës, kurdo dhe sa herë të jetë e nevojshme, opozita do të jetë në krye të kësaj qendrese, në krye të kësaj përballje dhe të qëndrojmë derisa së bashku të fitojmë. Faleminderit. Përshëndetje. Ju falenderoj për mundësinë që t'jem sot këtu përpara jush. Jam ndër ata të rinj që kanë zgjedhur që të punojnë online me kompanitë huaja. Në të vërtetë do të dëshiroja shumë që të punoja me kolegë shqiptar, të ndaja momente të mira me ta. Dhe diçka të tillë e bëra provë para pak kohësh. E vërteta është se pata fatin të punoj me njerëz të mirë. Por situata çdo ditë në vendin e punës ishte e zymt. Përmendeshin probleme nga më të ndryshmet. Një ndër problemet më serioze për të rinj që ishim aty, ishin çmimet e qerave që vazhdojnë edhe rriten. E vërteta është se të kesh qera në Shqipëri 500 euro, 600 euro, 700 euro, që pothuajse arrin rrogat, e në disa raste arrin sepse rroga minimale 500 euro është diçka e trisht. Do me thënë, momentin që sa po merr rrogën të ikën 70%, 80% e rrogës, çfarë do të bëjë njëri shqiptar këtu? Por tjetër, edhe më që ishte problem edhe atëherë, që është problem sërish është bërë edhe më keq, ishte çmimi i naftës. E vërteta është se një kërkim i thjeshtë në internet zbulon që Shqipëria prodhon 13.000 fuqi nafte në ditë. Edhe është e para në rajon ndër të gjitha vendet për prodhimin e naftës. Tani sa kemi dëgjuar për qindra miliona euro, për miliarde euro, që vazhdojnë edhe vidhen në këto 13 vite, fare lehtë do të mund të ishin përdorur për një lloj rafinerie, dhe Shqipëria është një vend relativisht i vogël, nuk është se do të kishte një nevojë për një investim prej miliarda dollarësh, por prej disa miliona dollarësh do të ishte më së mjaftueshme që Shqipëria të mos prekej nga asnjë lloj lufte, jo në Iran, jo Amerikë, jo Kinë, asnjë lloj situate, nuk do ta rëndonte popullin shqiptar, sigurisht populli shqiptar të kishte një rafineri edhe të kishte vetë përpunimin e naftës. Po ashtu rritja e çmimeve të shportës është një problem pasi që avullon rrogën e shqiptarëve para se ata ta marrin. Do me thënë, shqiptarët janë një gjendje shumë të vështirë. Një shprehje e urtë thotë se që ta kuptosh një problem, së pari duhet që ta përkufizosh qartë atë. Në momentin që përkufizohet qartë problemi, 50% e tij është zgjidhur. Kjo qeveri, me në krye figurën më të shëmtuar politike që ka parë ndonjëherë ky vend, mund thirret me shumë terma, mund thirret qeveria e vjedhjes, mund thirret qeveria e korrupsionit, mund thirret qeveria e shpopullimit. Por në të vërtetë, një term është më i përshtatshëm se çdo term tjetër. Edhe kjo është një qeveri parazitare. Një parazit ka një problem kryesor që nuk ditë ngopur. Këta janë njerëz që kanë vjedhur dhe nuk dalen. Janë njerëz që i kanë larguar shqiptarët dhe vazhdojnë t'i largojnë, sepse është vetë natyra e tyre e tillë. Nuk është se mund të ketë shpresë me njerëz të tillë për asnjë lloj ndryshimi, sepse njëri vepron në bazë natyrës së tij dhe natyra e tyre kjo është. Tani për shqiptarët gjendet një zgjidhje shumë e thjeshtë përpara. Si fillim duhet ta kuptojnë këtë realitet që në krye të kësaj qeverie dhe kjo qeveri është vetë një parazit dhe vetmja zgjidhje që shpëtoi ky komb dhe që rres përpara ky komb është që ky parazit të heqet. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak në Durrës, ngrita zërin për familjet që jetojnë me ndihmë ekonomike. Familje që nuk shtyn dot 2 ditë e lëre më 1 muaj. Pikërisht në atë moment kur po flisja për këtë realitet, fjala ime u ndërpre.
Ndërkohë që këto familje luftojnë për të mbijetuar me ndihma qesharake, 20 apo 30.000 lekë në muaj, në të njëjtën mbledhje u votua rritja e pagës së kryetares së bashkisë. Një kryetare që për një viti nuk shfaqet, nuk vjen në mbledhje, nuk përballet me qytetarët, nuk jep llogari. Dhe sot unë pyes, a shpërblehet mungesa, a shpërblehet arroganca, a shpërblehet braktisja e qytetarëve? A na u lodh kaq shumë vallë kryetarja e bashkisë për të shpërblyer më shumë? Ndërkohë, nga Tirana dëgjojmë Edi Ramën që na flet për burra që pinë raki, na flet për karta ushqimore, na jep leksione si të jetojmë me 20.000 lekë të vjetra në muaj. Sa e lehtë është të flasësh nga zyra, sa e lehtë është të tallesh me njerëzit. Ndoshta është e lehtë për të akuzoj burrat që pinë raki, ndërkohë që harrohet se një pjesë e madhe e këtyre familjeve janë gra krye familjare, që mbajnë shtëpit me sakrificë, me të ardhura që mezi mbulojnë disa ditë, jo një muaj. Por ironia më e madhe është kjo, qytetarëve u kërkohet të bëjnë llogari për çdo qindark, ndërsa për parat publike vazhdojnë të dëgjohen akuza publike për vjedhje që pasurojnë një grusht njerëzish. Ndërsa familjet përpiqen të shtyjnë një muaj me 20 apo 30.000 lekë të vjetra, në diskursin publik përmenden shifra marramense që tregojnë sa larg është bërë realiteti i pushtetit nga realiteti i njerëzve. Në fund të ditës, qytetarët nuk kërkojnë dhe nuk kanë nevojë për etiketime, as për karta që nuk ndryshojnë realitetin e tyre. E sa më shumë tentohet të zhvendoset vëmendja nga problemet reale të justifikimet, aq më shumë bëhet e qartë. Problemi nuk janë njerëzit që marrin ndihmë ekonomike. Problemi është një qeveri që është shkëputur nga realiteti, një qeveri që nuk ndalet së marri dhe nuk di të jap. Dhe deri në momentin që qytetarët të marrin shërbime që meritojnë dhe të jetojnë me dinjitet në vendin e tyre, ne nuk do heshtim, nuk do tërhiqemi, sepse kjo është betejë për jetën e përditshme të çdo familje shqiptare. Faleminderit. Mirëmbrëma të dashur qytetar, të nderuar qendrestar, unë jam Gentiana Sinaj me profesion logopede. Në një vend ku është vlerësuar çdo gjë, është vlerësuar jeta njerëzore, është vlerësuar dinjiteti njerëzor, është vlerësuar prona, është vlerësuar pasuria, është vlerësuar karakteri i individëve, është vlerësuar profesioni dhe është vlerësuar karriera. Në këtë vend, ky vend, pra kjo foltore, të gjithë ju, të gjithë ne, është i vetmi institucion në Republikën e Shqipërisë i cili ka mundur që të japi vlerë të vërtet eksperiencës, përvojës së më të rriturve, si dhe zërit, i ka dhënë hapësirë zërit të rinjve, që të dëgjohet më shumë forcë dhe shumë energji dhe guxim. Ndaj, ta mbajnë fort të gjithë këto që kemi arritur, të gjithë këtë qëndresë dhe këtë qëndrueshmëri dhe guxim që dëshmojmë prej kaq kohësh, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të dhënë zë të gjithë shqiptarëve, për të dhënë zë dhe atyre shqiptarëve të cilët sot nuk kanë zë. Ndaj dhe unë jam shumë krenare që do t'jem pjesë e historisë si një person i cili të dëshmoj guxim njësoj si ju dhe që është njëri prej jush. Ndaj dhe faleminderit. Me shumë respekt dhe mirënjohje dhe kënaqësi, kam kënaqësinë më të madhe që të ftoj këtu në mesin tuaj liderin e të gjithë qendrestarëve në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Ndaj profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet e mia më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush, qytetarë dhe qytetar të Tiranës, por dhe të Shqipërisë, që mblidhi këtu çdo të hënë për të përfaqësuar zërin e vërtet, ndërgjegjen e vërtet, idealet fisnike të qytetarëve shqiptarë. I bëni në këtë mënyrë një shërbim të jashtëzakonshëm vendit, opozitës, por dhe të ardhmes sonë.
por unë kam një mirënjohje të pakufishme sonte për oratorët e kësaj platforme, të cilët kanë sjellë në këtë platformë më fuqishëm se kur, më fuqishëm se kudo tjetër, më të vërtet se në çdo vend tjetër, zërin e qytetarëve shqiptar. Asnjëherë një shesh, asnjë vend në këtë tokë nuk ka ndigjuar fjalime më kuptimplota, fjalime më të lidhura, fjalime më të drejta se sa fjalimet e qytetarëve. Kjo foltore u nis si foltore e qytetarëve dhe mund të them se me fjalimet e mbajtura në këtë foltore ajo është pa diskutim një kresht në oratorin, në zërin, në përgjegjësin e qytetarëve shqiptar. Sot, më shumë se kur, shoqëria jonë, qytetarë shqiptar, kanë nevojë për fjalën e të vërtetës, kanë nevojë për zërin e të vërtetës, sepse ne jetojmë në një terror të jashtëzakonshëm të propagandës dhe mashtrimit. Sot, mediat e kontrolluara nga qeveria, 24 orë mbi 24 orë në 7 ditë të javës, shpërndajnë mashtrime, trillime, me të cilat kanë vetëm një qëllim, të mbajnë me çdo kusht në këmbë regjimin mafioz të Edi Ramës, mbasi ai i ushqen ato me parat që u vjedh qytetarëve. I ndiqni debatet në studiot e tyre. Ato flasin për Tiranën dhe Shqipërinë, sikur po flasin për Pragën, për Berlinin, për Parisin, apo për vende dhe kryeqytete ku demokracia është e paprekshme. Ato në këtë mënyrë barazojnë Edi Ramën, padrinon më të rrezikshëm të mafjes Ballkanit, me njerëzit e lirë, me udhëheqës të lirë, me qeveri që respektojnë vullnetin e qytetarëve, me qeveri që zëvendësohen me votën e qytetarëve. Po të ndiqni, ka një frazë standard që ja u dikton zyra e Edi Ramës. Në një sistem demokratik, thonë ata, në një kohë kur në Shqipëri ky sistem nuk ekziston, po ata duhen me çdo kusht të legjitimojnë pushtetin e krimit të Edi Ramës. Në një sistem demokratik, thonë ata, lakej dhe çakej të regjimit të krimit, përpiqen të bindin shqiptarët se demokracia është regjimi I cili votën e qytetarëve e rëmben me kartele droge, e rëmben me miliarda euro, e blen, e rëmben me të gjitha mënyrat dhe i shtron zgjedhjet në fars. Në një sistem demokratik, thonë ata, lakej dhe çakej
që ushqenë si shushujza me taksat tuaja, do të mbulojnë vjedhjet e të mërshme të Edi Ramës. Do të mbulojnë për çmimin e madh që ai ka për qytetarët. Tu pyes ju një gjë. A morë një dëm shpërblim sa do të vogël? 6.000 familje të rreth të Durrësit dhe qytet të rrethit që u përmbytën vetëm pak javë më parë? Asgjë. Ata nuk marrin shpërblim. Kurse gjushi me pandollona apo sota, sakoja, rrit rrogën e vetë, mbledh këshillin dhe rrit rrogën sepse po marr pak pa shkuar në punë, po vjen duke fjetur. Miq, është një censur e cila kërkon të vërë njerëzit në narkozë. Shikoni çfarë ndodh këto kohë. Këto kohë, nafta nga bordi i tij ka rrit nivelet më të larta në botë, 220 lekë. 2200 lekë. Mashtrusi deklaron se po rrit mbi këtë nivel do të ul me 8 lekë aksizën. Mirë, që s'është asgjë. Po problemi është se gjë në këtë nivel rritja e TVSH-s është mbi 8 lekë. Dhe s'kthen asnjë qindar. Problemi është se ky njeri ka vendosur mbi litrën e naftës barrën fiskale më të lartë në botë. Kush të doj të kontrolloj në Google, të shoh vendi me barrën fiskale mbi naftën më të lartë në Europë. Shqipëria del. Vendi me barrën fiskale më të lartë në botë. Shqipëria del. Dhe ky tallet me shqiptarët, u thot se po e lviz aksisën 20%, kur nafta të tejkaloj 220. Nuk ka asnjë lloj skrupulli dhe mëshire. Qëndrimi i tij ndaj trive shqiptar është qëndrimi më armiqësor që mund të mbahet ndaj tyre. Studentëve shqiptar u them edhe një herë se ju, të dashur studentë dhe student, paguani tarifen më të lartë në Europë pas studentëve të Britanisë Madhe dhe Hollandës. Se ju paguani një tarif në universitet të vendit 4 herë nominalisht më të lartë se Austria, se Slovenia, se Franca, se Italia, se Gjermania. Dhe po t'i marrim në proporcion, nuk është 4 herë, është 16 herë me lartë, në proporcion me rrogat. Dhe ky vjen dhe u tregon dokra, vjen dhe u thot studentëve se arritja jetësime, se me rrifnin dhe me burgosin dhe për komisariatet e aeroporteve për problemin e vizave, mashtron në mënyrën më ordinere, në mënyrën më të pa skrupull. Vizat, jo që nuk i hoqe ai, po përkundrazi bëri grevurie në këtë shesh që vizat mos hiqeshin për shqiptarët. Dhe tani ja u thot atyre se ky ishte arritja e jetësime. Pra, kemi të bëjmë me njëri që nuk ka turp, kemi të bëjmë me njëri që nuk ka ndjeja, kemi të bëjmë me njëri që ka korruptur, gjerë në palc, veçanërisht mediat shqiptare, të cilat shpërndajnë në linjat e tyre mashtrime, trillime, 24 orë mbi 24 orë.
Nda dhe kjo platformë këtu është zëri i qytetarëve, është zëri i të vërtetës. Dhe kjo platformë, ju garantoj unë, do triumfoj mbi këtë lumë që kemi mbrapa. Kjo platformë do të tregojë shqiptarëve dhe botës se çfarë është Edi Rama, se është lule lubia në krahasim me Edi Ramën, se Edi Rama po mbron veten e tij, po mbron vjedhjet e tij, po mbron vjedhjet e tij familjare, vjedhjet e tij qeveritare. Miqtë e mi, megjithatë, ai po del çdo ditë më shumë para shqiptarëve dhe botës, ashtu siç është, një armik i egër i qenjes së këtij vendi dhe qenjes së këtij populli. Me vendimet e fundit, çdo ditë kalon nga një mbledhje Partie Socialiste se popull s'takon dot, ma në një mbledhje tjetër të Partisë Socialiste. Çfarë u thot? Gati është integrimi. Po ecim. Në të vërtet, integrimi me Edi Ramën ka qenë dhe mbetet një horizont i pakapshëm. Ka qenë një horizont që largohet. 2 javë më parë, ishin 4 vende ato që blokuan votimin e raportit thelbësor, pa të cilin asnjë kapitull nuk mbyllet. Asnjë kapitull. 2 javë më vonë, janë 9 vende. Ju garantoj se pas 2 javësh të tjera do t'jenë 15. Dhe sa më shumë do t'a njohë Europa dhe bota Edi Ramën, aq më shumë do t'a neverishin atë, aq më shumë do ngrihen kundër tij. Ndaj dhe 17 prilli është një ditë e shqiptarëve, është ditë e kryengritjes më të madhe paqësore në historinë e vendit. Le të mlidhemi ne në atë kryengritje me besim të plot se fitoria është e qytetarëve, me besim të plot se shqiptarët nuk do të pranojnë, nuk do pajtojnë kurrë me një regjim që u blokon, që i vjedh dhe i plaçkit ditën dhe natën. Nuk do pajtohen kurrë me një regjim që i përzen të rit nga Shqipëria. Nuk do pajtohen kurrë me një regjim që e ka bërë Shqipërinë, që i ka bërë Tiranën, qytet të pajetueshëm nga të rit shqiptar, që ka bërë Tiranën dhe Shqipërinë, vendin dhe qytetin që i përzën të rit rrugëve të botës, sepse nuk u ofron streh, nuk u ofron punë, nuk u ofron të ardhme. Ndaj dhe data 17 do t'jetë leksion i madh që do jipet këtij regjimi. Do vazhdojmë betejën tonë gjën fitoren e sigurt. Do vazhdojmë betejën tonë për çeljen e rrugës së integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Jo miq, nuk të hap kush derën kur don të hysh si hajdut. Derën nuk ja u kanë mbyllë shqiptarëve, derën ja kanë mbyllë Edi Ramës, derën ja kanë mbyllë Lubi Ballukut, derën ja kanë mbyllë lindave, Takshit dhe Surrelit, derën ja u mbyllin antarëve të organizatës kriminale, po jo qytetarëve të ndershëm shqiptar kur. Ndaj dhe ne le të bëjmë detyrën tonë, t'u japim përgjigje merituar këtyre hajdutëve dhe të kthejmë Shqipërinë në rrugën e integrimit, në rrugën e të ardhmes. Rrofshi ju, rrof Shqipëria. Fitore!